Është një natë e akullt e shkurtit të vitit 1959, ku në zemër të Uraleve 9 të rinj alpinistë zhduken. Kur ekipet e shpëtimit vinë në vendngjarje, kuptojnë që trupat e tyre ishin shpërndar kudo në dëbor. Çadra e tyre ishte e prerë nga brenda dhe nënkupton që djemt kishin dalë me nxitim jashtë. Por duhet dini që jashtë çadrës ishte temperatura -30 gradë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Gjithçka filloi në janar të vitit 1959, kur Igor Dyatlov, një alpinist 23 vjeçar me përvojë, vendos të ndërmarrë një ekspeditë së bashku me 9 të rinj të tjerë në malet Urale. Qëllimi i ekspeditës ishte të arrinin malin Otorte. Rruga për në këtë mal konsiderohej si e kategorisë së tretë, që do të thotë që itinerarët në përgjithësi nuk janë gjithnjë të shënuara dhe kërkohet shumë aftësi e madhe për të lëvizur në terrene të ndryshme. Por duke ditur që alpinistët tanë ishin të rinj, por të gjithë kishin pasur eksperjenca të mëparshme në këtë lloj kategorie dhe një farë mënyre pra ishin gati për këtë lloj ekspedite. Antarët e grupit ishin Yuri Dorosenko, i lindur më 29 janar të vitit 1938, që në momentin e ekspeditës ishte vetëm 21 vjeç. Ludmila Dubinina, e lindur më 12 maj të vitit 1938 dhe ishte 20 vjeç gjatë ekspeditës, çka e bën më të ren e grupit. Pastaj kemi Igor Dyatlov, udhëheqësin e grupit, të lindur më 13 janar të vitit 1936, që në momentin e ekspeditës ishte vetëm 23 vjeç. Aleksandr Sergevich, i lindur më 16 janar të vitit 1934 dhe ishte 24 vjeç. Zinaida Aleksejevna, e lindur më 12 janar të vitit 1937 dhe ishte 22 vjeç. Yuri Aleksejevich, i lindur më 7 shkurt të vitit 1935 dhe ishte 23 vjeç. Rustem Vladimirovich, i lindur më 11 janar të vitit 1936 dhe ishte 23 vjeç. Nikolaj Vladimirovich, i lindur më 5 qershor të vitit 1935 dhe ishte 23 vjeç. Semen Aleksejevich, i lindur më 2 shkurt të vitit 1921 dhe ishte 38 vjeç. Dhe në fund Yuri Yudin, i lindur më 19 korrik të vitit 1937 dhe ishte 22 vjeç. Ekspedita ishte një marrëveshje me Politeknikun e Uraleve, sepse në një farë mënyre alpinistët ishin student të Politeknikut, ndërsa burri 38 vjeçar, Sem, ishte instruktor fiskulture, por donte të merrte pjesë sepse donte të kishte sa më shumë përvojë në fushën e alpinizmit. Kështu që ekspedita në total do të zgjaste 2 javë dhe të rinjt do të ktheheshin me datë 12 shkurt. Kështu që 10 të rinjt hypën në tren dhe mbërrin në Ajdovil, një qytet i vogël në Siberinë ruse, më 25 janar. Nga aty hypin në një kamion dhe arrin tek lumi Vize, ku ndodhet vendbanimi i fundit përpara se të fillojnë realisht ekspeditën e tyre. 27 janari i vitit 1959 është data e fillimit të ekspeditës dhe grupi nisi drejt malit Otorte. Duhet thënë që moti ishte shumë i favorshëm, ishte në anën e grupit, pra në anën e alpinistëve. Dita e parë shkon jashtëzakonisht shumë mirë, po ashtu edhe dita e dytë, por pikërisht më datë 28 janar lindin problemet e para. Yuri Yudin kupton që nuk mund të vazhdonte më tej ekspeditën. Nuk mund të vazhdonte më tej ekspeditën sepse për shkak të një problemi që kishte me shiatikun dhe kjo gjë në fakt e demoralizon dhe atë edhe grupin. Dhe për shkak se moti dhe gjithë ekspedita do të ishte paksa ekstreme, do t'i jepte shumë probleme të mëdha. Kështu që vendos që të braktisë ekspeditën dhe të kthehet prapa. Por ai nuk e dinte që ajo dhimbje që i kishte bërë të dëshpëruar pasi duhet të ktheheshte mbrapa, në fakt do t'i shpëtonte jetën. Arri më datë 29 janar, grupi vazhdonte ekspeditën me humor shumë të mirë, moti ishte jashtëzakonisht i mirë pasi që thash në favor të tyre dhe gjitha këto gjëra i dim fal ditarëve dhe
aparateve fotografike që u gjetën në vendngjarje. Alpinistët kalojnë pranë lumit Lozva, më pas ndjekin lumin Asupja dhe hasin gjurmë të lëna nga populli Mansi, një popull indigjen rus që jetonte pikërisht në Urale, dhe më 31 janar arrin në shpatin lindor të malit Çolet Sayaki. Nga ky moment, distanca që i ndahen nga objektivi i tyre, pra mali Otorten, është rreth 10 kilometra. Pavarësisht pengesës së parë që ishte problemi i jurit, pra që i kishte demoralizuar një farë mënyre, 2 ditët e tjera, pra 2 ditët pasuese shkojnë jashtëzakonisht shumë mirë. Por pikërisht këtu fillon që të lindë problemi i dytë. Dhe më 31 janar, grupi për herë të parë tenton që të hypi sipër në malin Otorten. Dhe pikërisht në momentin ku provojnë që të hypin sipër, fillojnë që të fryjnë një erë jashtëzakonisht shumë e fortë nga perëndimi dhe kuptojnë që kjo gjë është e pamundur dhe kthehen poshtë në lugin për të vendosur çadrën dhe për të kaluar atë natë. Ditën tjetër, më një shkurt moti përkeqësohet akoma më shumë, por pikërisht atë ditë grupi vendos që ta provojë përsëri dhe këtë herë devijoi nga perëndimi drejt marrjes së malit Çolet Sayaki. Dhe duhet dini, pra interesante është që ky mal nga vendasit njihet si mali i vdekjes. Por era, siç u thash, fillon që të përkeqësohet akoma më shumë, fillon që të kthehet në shi, nga shiu në borë, stuhi, breshër. Dhe pikërisht për herë të parë grupi humbet komplet orientimin. Në këtë pikë të rinjt marrin një vendim që të vendosin çadrën pikërisht në shpat, pra me qëllimin që ndoshta kushtet e motit përmirësohen. Por nga shënimet e tyre të ditarit kuptojnë, pra tregojnë që tashmë nuk kemi të bëjmë me një grup të entuziazmuar siç ishte në fillim, por kemi të bëjmë me një grup të lodhur, me një grup të demoralizuar, dhe pikërisht në këtë moment fillojnë misteret e mëdha që Rusia dhe gjithë bota ka parë ndonjëherë. Sepse duhet thënë që 9 alpinistët nuk kthehen më në shtëpi. Ajo që ndodhi natën e 1 dhe 2 shkurtit ndoshta nuk do ta dim kurrë, por ajo që u gjet më pas ishte rrënqetëse. Grupi në fakt duhet të ktheheshte në fshatin Vizaj, pra në fshatin ku ai i mbërriti me tren. Dhe Igor duhet të dërgonte një telegram në shoqatën sportive. Por më 12 shkurt asnjë nga këto gjëra nuk ndodhi. Megjithatë, askush nuk u alarmua menjëherë, sepse këto lloj ekspeditash në fakt zgjasin më shumë dhe ngadalësia e telegrameve po ashtu, dhe për këtë lloj arsye, pra siç u thash, askush nuk u alarmua menjëherë që në fillim. Por kur as me 13, as me 14, as me 15 shkurt nuk ka asnjë shenjë, asnjë telegram nga alpinistët, pikërisht këtu fillojnë që njerëzit të shqetësohen. Pra, fillojnë që të thonë që ka diçka që nuk shkon. Familjarët shqetësohen jashtëzakonisht shumë, raportojnë zhdukjen e tyre dhe kërkimet nisin, pra për alpinistët më datë 20 shkurt, 8 ditë përpara afatit të kthimit të tyre. Në kërkim marrin pjesë policë, marrin pjesë shpëtimtar, marrin pjesë ushtar, miq të alpinistëve dhe përpiqen që të rindërtojnë hap pas hapi rrugën që kishin ndjekur ata. Por gjurmët e para të alpinistëve gjeten pikërisht në lumin Lozva, më pas në lumin Asupja, dhe që nga ky moment e tutje asnjë gjurmë nga djemtë. Për gati 6 ditë kërkimesh nuk ka asnjë përgjigje. Megjithatë, më 26 shkurt ndodh diçka. Ekipet e shpëtimit arrin në shpatin e malit Çolet Sayaki dhe pikërisht aty gjejnë çadrën e 9 të rinjve, plotësisht të shkatruar dhe të shtypur nga bora. Por brenda çadrës dhe rreth çadrës nuk është askush. Si është e mundur që çadra është aty dhe nuk ka asnjë gjurmë nga alpinistët, dhe si është e mundur që ato janë larguar nga i vetmi strehim në ato kushte aq të mëdha, sepse jashtë ishte -30 gradë dhe më rëndësishmja, ku kanë shkuar. Gjetja e çadrës pa alpinistët është sinjali i parë i madh i alarmit. Nga ai moment tensioni rritet ndjeshëm. Por kur vendi analizohet me kujdes, atëherë fillojnë gjërat vërtet të çuditshme. Brenda çadrës, edhe pse mungojnë alpinistët, gjenden të gjitha sendet e tyre personale, këpucë, xhaketa, çantat e shpinës, pra gjithçka ishte e lënë aty. Gjithsesi nuk ka asnjë kuptim, është e pamundur, sepse po flasim për alpinistë me përvojë, dhe alpinistët me përvojë e dinë shumë mirë që nuk mund të dalin nga çadra në atë lloj kushte, sepse temperaturat në atë kohë, pra natën shkonin -30 gradë dhe ditën ishin -15 gradë. Dhe duke qenë se ishin me përvojë, ato e dinin shumë mirë që nëse dilin nga çadra, pra pa këpucë, pa xhaketa, mund të vdisin nga hipotermia në një kohë shumë të shkurtër. Dhe pyetja është se pse alpinistët ka dalë nga çadra, nga i vetmi vend strehim, pra e theksoj, ishte i vetmi vend strehim dhe gjitha mjetet personale, sendet personale i kishin lënë brenda në çadër, pra janë përpjekur të arratisen nga dikush,
apo diçka. Çadra përveç se ishte rënd e dëmtuar siç tham, ishte çardhe nga brenda me thik. Dikush nga grupi e kishte prerë çadrën ndoshta për të dalë për të mundësuar edhe të tjerëve të dilnin me nxitim. Po pse mos përdorin hyrje normale të çadrës? Kjo tregon qartë që grupi ishte përballur me një zik të menjëhershëm, aq urgjenca që ishin detyruar të largoheshin menjëherë nga një dalje tjetër. Por misteri sapo vjen akoma dhe bëhet më i ndërlikuar, sepse shpëtimtarët vënë re që nga jashtë çadrës, pra në anën që çadra ishte prerë, vënë re gjurmë këmbësh. Dhe këtë gjurmë këmbësh vjen re që shkojnë në një drejtim të pyllit rreth 500 metra dhe më pas fshihen, pra zhduken nga dëbora. Dhe kjo gjë duhet them që nuk është as pak e mirë. Por vetëm 1 kilometër më tej, në momenti kur humbasin gjurmët, në një pemë kedri gjenden dy trupat e parë. Trupat i përkasin Yuri Aleksojevic dhe Yuri Dorosenko, që të dy janë zbathur dhe mbajnë vetëm të brendshme. Në trupat e tyre ka mavijosje dhe gërvishte të shumta dhe pranë tyre ndodhen mbetjet e një zjarri të improvizuar. Ditën tjetër, mes pemës së kedrit dhe çadrës gjenden edhe 3 trupat e tjera dhe pikërisht distanca që ishte nga pema varionte nga 300 deri në 600 metra. Trupi i parë që gjendet ishte trupi i Igor, i veshur me rroba të trasha për zbathur. Pastaj gjendet Rustem, që ka veshur vetëm një këpucë. Ndërsa trupi i tretë është ai i Zinaidës, dhe ajo zbathur, por pozicioni në të cilën u gjetën trupat tregojnë qartë se këta 3 persona përpiqen të ktheheshin te çadra, ndoshta në përpjekje të dëshpëruar për të gjetur strehim nga i ftohti. Në këtë pikë kemi 2 të rinj të gjetur 1.5 kilometra larg çadrës të zhveshur pranë një zjarri dhe 3 të tjerë të gjetur 100 metra larg njëri tjetrit por të veshur. Dhe sipas rindërtimeve që u bën, supozohen që këta të 5 të kenë qenë bashkë pra pranë zjarrit, 2 të tjerët kanë vdekur si pasojë e të ftohtit dhe 3 të tjerët kanë marrë rrobat e tyre për t'u ndier akoma më ngrohtë dhe kanë vendosur që të kthehen në çadër, por gjatë rrugës për të kthyer në çadër kanë vdekur nga i ftohti. Megjithatë, mungonin edhe 4 persona të tjerë dhe kërkimet për këto 4 persona vazhduan për plot 2 muaj. Ato u gjetën pikërisht më 4 maj, 75 metra larg nga pema e kedrit, të varrosur në 1.5 metra bor. Dhe menjëherë, pas kërkimit të 5 personave të parë, filloi një hetim i gjerë për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Mjeku ligjor doli në konkluzionin se këto 5 persona kishin vdekur nga hipotermia. Por edhe pse në trupat e tyre kishte mavijosje dhe goditje të lehta, por asnjëra prej këtyre nuk kishte qenë fatale. Por duhet thënë që situata fillon që të bëhet e ndërlikuar në momentin kur u gjetën 4 trupat e tjerë. Trupi i Nikolait paraqet një frakturë të rëndë në kafkë, ndërsa Ludmila dhe Semen kanë kraharorin e thyje rënd. Por në fakt kjo gjë kërkon një forcë shumë të madhe dhe mjeku ligjor që e ekzaminoi e krahasoi atë me një aksident automobilistik shumë të fortë. Por problemi ishte se në trupat e tyre nuk ose kishte mavijosje ose goditje të rënda. Dhe gjëja normale që u gjet në trupin e Ludmilës dhe në trupin e Semen ishte fakti se atyre u mungonin syt edhe gjuha. Të 4 persona që u gjetën të veshur, por ndryshe nga ato 5 të tjerët, pra që kishin vdekur nga hipotermia, këto të 4 kishin vdekur nga traumat e rënda të pësuara. Pra, nuk ishte i ftohti ai që kishte vrarë, por ishte diçka tjetër. Hipoteza e parë që u ngrit në lidhje me këtë çështje ishte fakti, pra mendoheshte se populli indigjen që u fola në fillim mendoheshte që mund të kishte vrarë alpinistët, mund të kishte hequr qafe. Por në fakt kjo hipotezë pra bie më një herë poshtë, kjo teori bie më një herë poshtë, sepse mjeku ligjor deklaroi që nuk ishte një përleshje trup me trup, pra nuk ishte një përleshje mes 2 personave, por goditja që kishin marrë ato ishte nga një forcë e pazakontë, nga një forcë jashtëzakonisht shumë e madhe. Hetimi zyrtar flet për një forcë të panjohur, por meqense hetimi nuk ose po çonte me asnjë vend, nuk ose po nxjerrte informacione të reja, e gjithë çështja, e gjithë rasti mbyllet me pretekstin që alpinistët kanë humbur jetën për shkak të një force të panjohur. Duke qenë se gjithë çështja u mbyll pa një përgjigje konkrete, pikërisht këtu lindin teoritë e para konspirative dhe teoria e parë që lind është pikërisht që të rinjt mund të kenë qenë pjesë e një eksperimenti bërthamor. Po, pikërisht një eksperiment bërthamor. Mendohet që në atë periudhë janë lëshuar raketa sovjetike sepse po testoheshin dhe thuhet që vetë qeveria ka pas dorë në zhdukjen e alpinistëve. Sepse në majën e malit të Çollat Sajaki, nga dëshmitë e personave janë parë disa drita portokalli që ngjanin me
topa zjarri, pra, dhe pikërisht janë parë në periudhën e shkurtit dhe marsit, në periudhën ku ishin alpinistët. Dhe për këtë arsye, më vonë e lidhën këtë gjë me raketat sovjetike, sepse realisht ishin lëshuar pikërisht në atë periudhë dhe konkretisht ishin raketa, pra teste balistike rreshtar. Kjo teori sugjeron që pamjet e dritave duhet i kenë trembur shumë të rinj dhe ato kishin dalë nga çadra pra në atë mënyrë aq shpejt në kushte ekstreme. Por le të marrim parasysh pra që nëse një nga këto raketa do të kishte shpërthyer afër çadrës, dhe nëse raketa duhet kishte shpërthyer afër çadrës, duhet kishte pasur mbetje të çadrës dhe nuk duhet kishte pasur as mbetje të trupave, dhe jo pikërisht që trupat u gjetën në një mënyrë komplet tjetër. Por le të marrim parasysh që ndoshta mund të kishin qenë pjesë e një eksperimenti bërthamor. Dhe nëse duhet ishte kështu, në rrobat e tyre duhet të gjendeshin nivele të larta të radioaktivitetit. Por këto nivele u gjetën vetëm në disa rroba, jo në të gjitha rrobat e alpinistëve. Është e rëndësishme të theksohet se Yuri Aleksojevich gjatë studimeve të tij kishte punuar për një impian bërthamor. Pasi më 29 shtator të vitit 1957, pra vetëm 2 vite përpara këtij rasti, kishte ndodhur një aksident shumë i rëndë. Një aksident që njihej si katastrofa e Kymyshit. Dhe kjo lloj katastrofe kishte shkaktuar pra një valë të madhe radioaktiviteti dhe njihej dhe krahasohej pra si vala më e madhe pas shpërthimit pra të Çernobilit, dhe është më së arsyeshme që në rrobat e tij pra kishte pasur nivele të larta të radioaktivitetit. Nga ana tjetër, Aleksandr ishte një student i fizikës bërthamore dhe mendohet që edhe atij i ka ndodhur e njëjta gjë. Por gjë më shqetësuese dhe gjë më çuditshme është fakti që 2 të rinj të tjerë u gjetën pa sy dhe pa gjuhë, dhe si ishte mundur kjo gjë. Dhe njerëzit mendojnë që këta 2 persona kanë rënë pre e eksperimenteve të çuditshme. Në një moment, misteri u përqendrua edhe tek ndryshimi i ngjyrës së indeve pas vdekjes, ku gjaku, duke mos pumpuar më nga zemra, grumbullohet në pjesët më të ulta të trupit për shkak të gravitetit, dhe ky proces krijon njolla të ngjashme me maviosin në zona që janë në kontakt me tokën dhe u jep hetuesve informacione të vlefshme për pozicionin e trupit pas vdekjes. Në rastin e Yuri Aleksojevich, Yuri Dorosenko dhe Ziados u vënë re shenja të ndryshimit të indeve, por në pjesën e sipërme të trupit, pra në pjesën që nuk kishte kontakt me tokën. Dhe pikërisht këtu ngrihen hipoteza që trupat mund të jenë zhvendosur pas vdekjes dhe ngrihen ato dyshimet që ushtria mund të ketë qenë e përfshirë në gjithë këtë mesele. Hipoteza tjetër lidhet me jetin, sepse shumë persona mendojnë që jeti ka qenë fajtor pra për zhdukjen e alpinistëve, për vdekjen e alpinistëve. Siç e dini, jeti është një figurë mitike që jeton në majet e Himalajave. Në fakt, kjo ide ka lindur nga fotografitë, pra nga aparati fotografive që kanë kapur grupi i alpinistëve, sepse në foto shihet një burr i cili është në mes të pemëve i mbuluar me borë, dhe mendohet që ky person, pra ajo figurë që shihet në fotografi, të ketë qenë jeti. Por nga analizat që u bë fotografisë, u kuptua që kjo gjë në fakt nuk është fare e vërtet, sepse përmasat e asaj figure që shihet në fotografi, duket qartë që ai person që ndodhet në fotografi është i zhytur në borë deri në gjunjë, dhe nëse duhet të qenë jeti ka përmasa jashtëzakonisht shumë gjigante, ndërsa personi që ndodhet në fotografi kishte përmasat e një personi normal. Një tjetër teori paranormale që lidhet me këtë histori ka të bëjë me ato sferat portokalli që janë parë lart në qiell, pra që i lidhen me raketat sovjetike që lëshoheshin në ato kohë. Mendohet që ato sfera portokalli në fakt nuk kanë qenë nga raketat sovjetike, por kanë qenë pikërisht jashtëtoksorët. Dhe po, jashtëtoksorët mendohet pra nga njerëzit që kanë qenë përgjegjës pra për vdekjen e alpinistëve. Një farë mënyre, alpinistët kanë parë jashtëtoksorët, pra kanë parë alienët dhe janë trembur aq shumë dhe kanë dalë nga çadra me vrap, duke harruar gjitha sendet e tyre dhe duke shkuar drejt një vdekje të sigurt, sepse mos harroni që kanë qenë alpinistë me përvojë dhe dini shumë mirë që nëse do dilni nga çadra në ato kushte do të vdisnin pikërisht nga hipotermia, dhe ato duke marrë parasysh çdo gjë kanë lënë gjithçka pra sendet e tyre dhe kanë dalë menjëherë nga çadra me citim. Por gjithsesi në këtë pikë të historisë jemi futur pak në një dimension paranormal, sepse po flasim për jeti, për jashtëtoksor, alien, pra gjëra paksa pabesueshme, magjepse dhe interesante mund të them. Por gjithsesi duhet flasim dhe duhet marrim parasysh
hipoteza, teori që janë më të besueshme se sa jeti, se sa alienët. Ekziston një tjetër pjesë që ka rezistuar ndër vite dhe quhet eksperimenti radioaktiv. Në fakt, kjo lloj piste vjen ose hapet nga një person i cili quhej Vladimir Nagajev, që ishte një veteran i trupave speciale të Bashkimit Sovjetik. Dhe ky person mendon që grupi i alpinistëve ishte i përfshirë në një eksperiment shkencor që zhvillohej pikërisht në atë zonë. Sipas tij, natën e tragjedisë, alpinistët kishin hedhur në qiell disa sonda dhe këto sonda ishin në formë balonash dhe përmbanin gaz me bazë fosfori që përmban izotope radioaktive dhe mendohej që meqense në atë periudhë në Malin Otorten po bëheshin teste të raketave sovjetike, mendohej që një nga këto raketa është përplasur me një nga këto sferat dhe për këtë arsye është përhapur në ajër gazi i radioaktivitetit dhe pikërisht i gjithë gazi i radioaktivitetit, pra substancat, ka rënë në kamping ku kampistët kishin vendosur, pra alpinistët kishin vendosur çadrën e tyre dhe substancat kimike i kanë trembur jashtëzakonisht shumë alpinistët saqë kanë dalë nga çadra jashtëzakonisht shumë shpejt me një vrap të papar, pra duke harruar gjitha sendet e tyre aty brenda. Dhe kjo teori shpjegon edhe faktin se pse njëri prej alpinistëve është gjetur pa sy edhe pa gjuhë, sepse substancat, pra e forta kimike nga gazi i radioaktivitetit ishin jashtëzakonisht shumë të forta saqë mund të shkaktonin dhe humbjen e syve, gjuhëve, pra humbjen e gjymtyrëve. Duhet thënë që teoria e Vladimirit ka sens, pra qëndron në këmbë, por nuk shpjegon faktin që pse në njërin prej trupave të viktimave, pra u gjetën dëmtime në kraharor dhe këtë gjë nuk e shpjegon. Dhe duke menduar pra që ka qenë një shpërthim i gazit të radioaktivitetit, si është e mundur që në çadër dhe në sendet personale të tyre që kishin lënë brenda në çadër nuk u gjetën mbetje të radioaktivitetit, sepse supozojmë që epiqendra ka qenë çadra e alpinistëve. Dhe pikërisht në çadër dhe në sendet personale që kishin mbetur në çadër nuk u gjet asnjë mbetje radioaktiviteti, por mbetjet e radioaktivitetit u gjetën vetëm në disa veshje që kishin alpinistët. Por duke ecur me idetë përpara, disa persona mendojnë që alpinistët janë hequr qafe, pra janë vrarë nga shërbimet sekrete të Bashkimit Sovjetik. Pra mendohet që vetë ushtria i ka vrarë alpinistët, pra i ka detyruar të dilin nga çadra, i ka larguar nga çadra që të vdisin në mes të ftohtit. Por për mendimin tim kjo hipotezë nuk bën shumë sens. Nuk bën shumë sens se në momentin kur filluan kërkimet për alpinistët e zhdukur, morën pjesë, pra siç u thash, shpëtimtar, morën pjesë policë, morën pjesë ushtar dhe persona të tjerë civil. Dhe nëse vetë qeveria, pra vetë ushtria, ka marrë pjesë, pra ka pasur gishtë në zhdukjen e alpinistëve, pra në vdekjen e alpinistëve, për mendimin tim, nëse ato do të kishin gishtë në këtë gjë, nuk është se do të kishin lënë të lirë gjithë ato civil të bridhnin, pra le të themi të lirë në zonën ku kishte ndodhur i gjithë krimi, sepse siç e dim në përgjithësi, kur qeveria ka gishtë në një krim, mundohet ta mbylli rastin sa më shpejt dhe në rastin e alpinistëve morën pjesë shumë persona civil në kërkimin e të rinjve. Por një tjetër teori që në fakt më duk vërtet e çuditshme ishte lloji i histerisë, pra njiheshte si histeria arktike. Por në fakt, disa nga banorë vendas flasin për këto fenomen si një shpjegim të mundshëm për sjelljen e çuditshme të alpinistëve. Bëhet fjalë për një sindrom që shkakton çorientim, humbje të ndjesisë së kohës, mungesë të ndjeshmërisë ndaj të ftohtit dhe një gjendje shumë të ngjashme me transin. Kjo gjendje mund të shkaktojë sjellje të papritura dhe të rrezikshme si bërtitje, grisje rrobash dhe vrapim në dëbor, të gjitha të ndjekura në amnezi. Kjo gjë mund të shpjegojë faktin që pse alpinistët kishin dalë nga çadra në atë lloj mënyre, sepse ndoshta kanë qenë të çorientuar. Por duhet të them që kjo lloj sindrome është shfaqur vetëm tek vendasit, pra tek popullsia vendase, jo tek alpinistët apo tek vizitorët e përkohshëm. Por çfarë ndodhi atë natë të largët të vitit 1959? Dhe në fakt këtë përgjigje na jep qeveria ruse në vitin 2019 kur i hapi edhe një herë çështjen e alpinistëve. Por vetëm një vit më vonë, pas rihapjes, Prokuria e përgjithshme e mbyll çështjen menjëherë duke deklaruar që shkaku i vdekjes së alpinistëve kishte qenë një ortek bore. Sipas kësaj teorie, orteku kishte goditur kampin ku ishin vendosur të rinj, duke i detyruar të largoheshin dhe duke e çuar më pas në vdekjen e tyre. Sipas tyre, orteku u shkaktua nga një shtresë bore e ngjeshur që filloi të rreshiste mbi një shtresë të paqëndrueshme.
Pika e shkëputjes ndodhi pikërisht në zonën ku alpinistët kishin ngritur kampin. Për më tepër, pjerësia e shpatit në kamp ishte rreth 30 gradë, një kënd i mjaftueshëm për të shkaktuar një ortek. Pra, sipas këtyre, këto alpinistë profesionistë, këto alpinistë me përvojë, kishin ngritur çadrën e tyre në një zonë për ortek. Okej, teoria e ortekëve mund të jetë paksa e besueshme, që shpjegon disa pika, por nuk është se e zgjidh gjithë enigmën, gjithë misterin, sepse në trupat e disa alpinistëve u gjetën dëmtime të rënda, pra siç ishte dëmtime të kafazit të kraharorit, sepse orteku është jashtëzakonisht i fuqishëm, mund të shpjegoj faktin se pse alpinistët kishin dalë me aq nxitim nga çadra, sepse normale po vinte një ortek dhe duhet iknin jashtëzakonisht shumë shpejt, por në qoftë se do të ishte një ortek, trupat e alpinistëve do gjendeshin rreth rrotull çadrës dhe jo në distanca aq të largëta sa u gjetën trupat e tyre. Nëse krahasojmë fotografitë e bëra nga grupi me ato të realizuara më vonë nga ekipet e shpëtimit, vjen re disa pajisje si ski dhe kishin mbetur të vendosura vertikalisht për javë të tëra. Dhe kjo gjë në fakt është vështirë të përputhet me kalimin e një orteku. Por edhe sot e kësaj dite nuk dihet qartë se çfarë i bëri alpinistët të dilin atë natë në atë lloj mënyre nga çadra dhe megjithatë nuk shpjegohet dot sakt fakti që pse kishin marrë atë lloj plagësh. Orteku mund t'i kishte shkaktuar atë lloj plagësh, por nuk shpjegon faktin që pse në fotografitë që u bën kohë më vonë pasi erdhi grupi i shpëtimit, u gjetën skit, u gjetën dhe objekte të tjera, sepse nëse mendohet që ka kaluar orteku pikërisht në atë zonë, edhe objektet e tjera nuk duhet të ishin aty, por çuditërisht ato gjendeshin aty. Që nga ajo ditë vendi është quajtur si Kalim i Dyatlov, në nder të udhëheqësit të ekspeditës Igor Dyatlov. Ndërsa tani po ju pyes juve, çfarë mendoni se ka ndodhur atë natë të largët të vitit 1959 dhe këtë gjë ma shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.